Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Zbulohet arsyeja e vërtetë e vdekjes së parakohshme të aktores së njohur turke. Ngjarja tronditëse që doli në dritë lidhur me vdekjen e parakohshme të aktores së njohur turke Ece Yurtem. 35 vjeçarja, e cila u nda nga jeta papritur, rezulton se kishte udhëtuar drejt Tajlandës vetëm javë përpara se të ndëronte jetë. Gjatë këtij udhëtimi, aktoreja kishte pësuar një incident ku ishte kafshuar nga një majmun, gjë që i kishte lënë 3 shenja plagësh të dukshme në krahun e saj të majt. Ky detaj ka ngritur alarme të mëdha te familjarët dhe ekspertët mjekësor pas vdekjes së saj. Avokati drejtohet prokurorisë për hetim. Nisur nga paralajmërimet e mjekëve se kafshimi i majmunit mund të shkaktojë sepsis, që është helmimi i rënd i gjakut, avokati i aktores ka dorëzuar një kërkesë zyrtare në prokurori. Përmes kësaj ujëdie ligjore, mbrojtja ka kërkuar të nisë një hetim i hollësishëm për të vërtetuar nëse ekziston një lidhje direkte shkak-pasojë midis infeksionit të marrë nga kafshimi i kafshës dhe humbjes së jetës së 35 vjeçares.